Të nderuar shikues, u rikthyem në studio në këndin me personalitetin e ditës dhe sot do të flasim për një tjetër sukses, për pjesëmarrje në garat ndërkombëtare në Rom të vetë nxënësve dhe profesorit të shkollës Digital School këtu në Tetov. Me çfarë do të flasim pikërisht me nxënësit pjesëmarrës, për aktivitetet edhe për veprimtarinë e kësaj shkolle në përgjithësi. Nder dhe kënaqësi që në studio të kemi vetë drejtuesin e shkollës digjitale në Tetov, Verim Zhaku. Përshëndetje profesor, mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit për ftesën edhe për nderin që i bëni shkollës digjitale në Tetov. Faleminderit shumë, suksese juve, ju përgëzojmë për këtë sukses edhe urojmë që t'ju shtohen sukseset. Faleminderit, dua të theksoj se nga kjo studio u nisëm në emisionin më herët me dëshirën që të shkojmë në Rom, edhe ëndra e këtyre nxënësve u realizua. Faleminderit edhe juve për suportin edhe gjithë bizneseve tjera bashkë me komunat që na kanë ndihmuar që nxënësit të marrin pjesë në finalen e madhe në Rom. Na gëzon shumë ky fakt. Atëherë do t'i prezantoj tani edhe nxënësit, është Amar Demiri. Përshëndetje Amar, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjeta, faleminderit shumë për ftesën. Unë jam Amar Demiri, jam 15 vjeç dhe para finales së madhe ti tregojmë çmimet? Po, sigurisht. Para finales së madhe, online exams, kam marrë një vendin e ditë në botë, medalje të artë për programim. Gjithashtu në finalen e madhe, unë kam marrë medalje të artë për vendin e parë në botë për AI Prompt Engineering, gjithashtu medalje të artë në Code Mentum, medalje bronzi në Code Combat dhe medalje Honorable Mention në kategorinë e shkencave. Shumë suksese. Në Rom, si ishte përjetimi i garave ndërkombëtare, si kalove? Po, Roma ishte shumë e bukur, ishte një eksperiencë e paharrueshme që besoj se na ka ndihmuar shumë dhe kemi pas shumë shoqëri, jemi takuar me shumë njerëz të ri dhe ishte një përvojë shumë e madhe për ne. Shumë bukur, të uroj edhe shumë suksese Amar, kënaqësi shumë që të kemi këtu. Gjithashtu në studio kemi dhe Bardh Sulimani. Përshëndetje Bardhi, mirë se na erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Fillimisht të prezantohem. Unë jam Bardh Sulimani, jam 13 vjeç, vi nga Tetova, mësoj në shkollën përparimi, tash do hyj klasa 9. Unë në Rom kam marrur medaljen e artë në AI Prompt, vendi i tretë në botë, medaljen e argjend në Code Mentum dhe Honorable Mention në shkenca. Përjetimi e Rom ishte një nga përjetimet më të mira në jetën time. Unë për shkak të mbështetjes së profesorit Verim dhe prindërve të mi, ata mua më lejuan që të kes një përvojë shumë të mirë dhe unë priça të kes një rezultat shumë të mirë. Dhe pate rezultat të mirë. Sigurisht të dëshiroj edhe shumë suksese në të ardhmen njoni. Sigurisht do të kemi përsëri në emisionit tona për të folur për sukseset e tjera. Në studio kemi Jon Abdullahi, në fakt, ishte Bardhi tani Joni. Përshëndetje Jon, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Përshëndetje, unë jam Jon Abdullahi, jam 15 vjeç dhe vi nga fshati Sllatin i Tetovës. Si fillim për çmimet e mia, kam marrë një medalje online të artë në shkenca kompjuterike, vendi i tretë në botë dhe pastaj në Rom. Kam marrë 2 medalje të arta, një medalje vendi i parë për inteligjencë artificiale dhe një medalje në Code Mentum, po ashtu një medalje bronz në shkenca. Shumë e bukur, të dëshirojmë dhe shumë suksese në të ardhmen Joni. Profesor, të flasim pak për këtë përvojë në Rom, në këto gara ndërkombëtare, si kaluat, u kthyet me shumë suksese. Po, ky është viti i dytë që marrim pjesë në Olimpiadën e kodimit edhe në STEM Olimpiadën. Vitin e kaluar kemi marrë pjesë në Barcelonë, kemi qenë vetëm me 2 nxënës, një nga Tetova edhe nga Dibra. Këtë vit, domethënë kemi marrë pjesë si shkollë digjitale me 8 nxënës. 2 janë nga Dibra, një është prej Kërçove, por vajza jeton në Tetov, edhe nxënësit tjerë janë nga Tetova. Sukseset kemi arritur një ndër sukseset më të mëdha si ekip që kemi shkuar atje, mbase ka qenë ekipi që ka fituar më së shumti medalje, domethënë kemi arritur të marrim gati se të gjitha medaljet më të larta në kategorinë e kodimit edhe gjithashtu në STEM Olimpiad. Ka qenë një eksperiencë shumë e mirë, ka qenë një sfidë për ne, sepse ka qenë një periudhë gjatë përgatitje, domethënë kualifikimet fillojnë nga muaji tetor, domethënë janë testet e kualifikimit, mandej kemi testin final dhe pastaj domethënë është kjo pjesa e finales së madhe, do të thotë ku ka një periudhë gati se 8 mujore përgatitje dhe përkushtim për këtë garë. Atje domethënë garojnë nxënës nga e gjithë bota,
janë dikund 56 shtete që marrin pjesë këtë vit ka pasur, edhe dikund afërsisht 1000 nxënës, por kjo do të thotë në kualifikimet online numri i këtyre pjesëmarrësve është shumë më i madh. Domethënë që në kualifikime dhe në rezultatet finale para se të shkojmë në Rom, domethënë nxënësit tonë kanë qenë me rezultate shumë të mira dhe normalisht këto rezultate fal punës së tyre edhe në finalen e madhe kanë qenë të pritshme. Ka edhe një shaka në mes të kësaj, po ato po e bëjmë në pjesën kur do jenë edhe nxënësit tjerë që ishin kështu pjesëmarrës. Sigurisht po. Joni, sa kohë ka marrë përgatitja për në këto gara dhe ti si u ndjeve kur e pe suksesin të cilin e fitove? Përgatitjet kanë nisë prej në tetor të vitit 2025 dhe unë normal kam ushtruar dhe kam pritë se konkurencët ishte shumë e lartë dhe pa përkushtimin tim dhe të provërimit dhe të familjes tim nuk do mund të arishim dhe dishim se do të marrë ndonjë çmim, por normale dishim se konkurenca është shumë e lartë dhe kur e mora çmimin unë gjejta jashtëzakonisht se ne përshkruajnë ndjenjen dhe ishim shumë krenar dhe i gëzuar që e mora çmim. Po. Joni, çfarë mesazhi do kishe për të rinjtë të tjerë, nxënësit e tjerë të marrin pjesë në përgara, ta sfidojnë veten? Po, për të tjerë do kishim mesazh ta sfidojnë veten dhe pa përkushtim nuk mrihet asgjë, duhet të mësojsh për ditë dhe të kesh motivim, një farë motivimi dhe shpresoj që të gjithë të marrin çmime dhe të marrin të gjithë pjesë në përgara, sepse edhe pjesëmarrja, domethënë, ka një rëndësi, nuk do të thotë të marrësh për herë çmim, se nuk do të marrësh për herë çmim, por një mesazh për të tjerët kam se të gjithë të provojnë dhe ta sfidojnë veten. Sigurisht. Cili do të ishte Bardi mesazhi yt për të gjithë të rinjtë, për të gjithë nxënësit e tjerë? Mesazhi im për të rinjtë është se pa punë nuk ka çmim. Duhet një të punosh çdo ditë si grupi jonë çfarë ka punuar dhe të kesh vetbesim në vete. Se nëse nuk ke vetbesim dhe nuk ke punë, nuk mund të arrish gjithçka. Por duhet jesh edhe i gëzuar nëse nuk marrësh çmim, se nuk do të thonë se çdo herë do marrësh ndonjë çmim, se fillimisht pjesëmarrja është pjesa më e rëndësishme e kësaj gare. Dhe unë jam fillimisht shumë i gëzuar me rezultatin tim dhe me rezultatet e grupit tonë, se ne si grupi jonë, Digital School, i ka marrë 21 medalje dhe kjo nuk do të arrinte pa punë. Dhe kjo është mesazhi im për të rinjtë, duhet të punoni dhe të keni vetbesim në vete. Po. Amar, mesazhi yt për të rinjtë, për nxënësit e tjerë, cili do të ishte? Po, mendoj se disa të rinj, si për shembull edhe unë, duhet shpesh herë të dalim nga zona e komfortit tonë, pasi që është një përvojë shumë e jashtëzakonshme dhe na mundëson të zhvillojmë karakterin tonë dhe na hap shumë dirë në të ardhmen për jetën tonë. Dhe për sukseset e reja. Nxënës, unë ju falenderoj shumë dhe ju përgëzoj për këto çmime që keni marrë, ju dëshiroj dhe shumë suksese në të ardhmen, jam shumë e sigurt me këtë elan dhe vullnet për punën që keni, do të arrini shumë në jetë. Ju falenderoj që ishi pjesë e emisionit tonë, ne me profesorin do të vazhdojmë të jemi bashkë, sepse do të presim edhe një grup tjetër të nxënësve të cilët kanë arritur suksese. Ndërkaq që me ju do të përshëndetemi këtu. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, u rikthyem në këndin e personaliteteve të ditës për sot dhe tani rikthehemi në pjesën e dytë për të folur gjithashtu për sukseset që ka arritur Shkolla Digjitale në Tetov me profesor Verim Zhaku, ndërkaq që tani kemi grupin e dytë të nxënësve të cilët po ashtu kanë arritur këto suksese. Dhe të prezantoj përpara jush Irina Ibrahimi. Përshëndetje Irina, mirë se na erdhe. Përshëndetje, fillimisht faleminderit për ftesën. Unë jam Irina Ibrahimi, jam nga Kërçova, jam 14 vjeç dhe në Rom fitova një medalje të argjend në programim. Shumë bukur, të dëshirojmë dhe shumë suksese në të ardhmen, Irina. Do flasim sigurisht për përvojën tënde në Rom dhe për sukseset e tjera që ke pasur. Gjithashtu faleminderit që na ka nderuar edhe Yunus Aziri. Përshëndetje Yunus, mirë se erdhe. Përshëndetje, në fillim falenderoj për ftesën. Unë jam Yunus Aziri, dal tani klas 6, kam 11 vjeç. Dhe kam fituar një gold medale në kategorinë e shkencës, një bronz medale në kategorinë e AI promptit dhe një gold medale vend të ditë në botë në matematikë. Të lumtë, të dëshirojmë dhe shumë suksese në të ardhmen. Faleminderit që na ke nderuar dhe gjithashtu kemi Eugen Papranikun. Përshëndetje Eugen, mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Unë jam Eugen Papraniku, fitova vendin e tretë në botë në programim dhe një medalje të
artën në shkenca. Gjithashtu në garat online fitova vendin e parë në programim dhe vendin e parë në shkenca kompjuterike. Shumë bukur, faleminderit shumë që na ke nderuar sot edhe të dëshirojmë edhe gjithashtu suksese edhe në të ardhmen. Profesor, si ndjeni kur i shihni këto suksese të këtyre nxënësve që janë pjesë e shkollës digjitale? Çfarë krenarie do të thotë kjo për ju? Në ato që më kam parë në rrjetet sociale, do me thënë nuk jam shumë aktiv në këto platformat, mirë po ka pat një mesazh nga një prinde që ka qenë në Rom, edhe ajo ka ndarë, do me thënë, suksesin tonë në Shqipëri e kështu me radhë, Rudina Ropi. Edhe është, do me thënë, në momentin që nxënësit kanë dalë në skenë, do me thënë, edhe pse ne kemi qenë, do me thënë, nga Maqedonia, gjithsesi ne kemi prezantuar shtetin tonë, por kemi festuar me flamurin tonë. Kështu që në ato momente të gjithë ato shqiptarë që kanë qenë në skenë janë ndjerë krenar dhe kanë festuar bashkë me ne. Në fund të, do me thënë, gjithë atyre rezultateve, ato erdhën u takuan me ne, na pyetën kush jemi, nga vime dhe kështu me radhë, dhe normalisht kanë ndarë suksesin e nxënësve tonë. Ndjem më se krenar me nxënësit, sepse ta arrish rezultate në skenën ndërkombëtare nuk është aq e lehtë. Kjo është fal punës së tyre, domethënë motivit, vullnetit të tyre, përkrahjes së prindërve, përkrahjes nga shkolla jon, nga unë personalisht, domethënë që kemi punuar stafi edhe gjithë të tjerë. Do të tregoj një kështu shaka, domethënë çfarë ndodhi në Rom, në momentin e parë që filluan të ndahen medaljet, domethënë medaljen e parë që e kemi marrë ka qenë medalja e bronzë në një kategori, mandej në kategorinë e dytë ku ka dalë Junuzi në kategorinë e AI Prompt Engineering, ku shumica e këtyre nxënësve kishin marrë pjesë. Domethënë ideja ishte që duke përdorur një AI tool të olimpiadës, të gjendet një fjali e fshehur pas aty, domethënë pas një mjeti, domethënë, të inteligjencës artificiale, që këto duke bërë pyetje të caktuara ta gjejnë se cila është fjala. Edhe çfarë ndodh, domethënë, Junuzi merr medalje të bronzë në atë dhe fjala e fshehur ka qenë Colosseum. Domethënë, mirë po Junuzi tregoi sepse të njëjtën e kur e ka bërë, domethënë, submit e ka shënuar pa m. Mirë po të gjithë nxënësit tjerë e kanë shënuar me m, edhe thash në këtë kategori pas kemi dështuar komplet, sepse mbasi ky mori, domethënë, medalje të bronzë, të tjerët e kanë gabuar fjalin, edhe filluam ne të gjithë të shihemi njëri me tjetrin, por në momentin që filluan të dalin rezultatet e 3 më të mirëve, domethënë gati se të gjithë nxënësit kanë qenë në kategorinë, përveç që kanë fituar medalje të artë, kanë qenë të ranguar në 3 vendet më të mira, dhe në ato momente domethënë festa ka qenë e papërshkruar edhe gëzimi ka qenë. Asnjëherë në jetë nuk jam nderë më krenar edhe më i gëzuar se sa në këtë olimpiadë që edhe fëmijët e kanë shijuar, të gjithë ne e kemi shijuar edhe jemi gëzuar pamas. Shumë e bukur, ju përgëzojmë gjithashtu për punën e madhe që edhe ju bëni. Elina, si ishte ky përjetim për ty në Rom, në një olimpiadë ndërkombëtare, i rëndësishëm për ty, për karrierën tënde të mëtejme, sigurisht do të jetë një gjurmë e rëndësishme. Roma për mua nuk ishte vetëm një destinacion, mësova shumë, krijova shumë memorje të bukura dhe u ktheva me më shumë motivim. Përkrahjen familjare kam pasur shumë, gjithashtu falenderoj dhe profin Verim edhe të gjithë Digital Schoolin për përkrahjen e madhe që më kanë dhënë. Po, domethënë s'ka përkrahur profesorit, s'kan përkrahur familjarët, prindërit, shkolla për të arritur këto suksese. Pra cili do të ishte në fakt ai mesazhi yt edhe për të gjithë prindërit, mësuesit e tjerë, duhet t'i përkrahim të rinjët tanë? Po, unë mendoj se përkrahja është sendi më i rëndësishëm për një arritje. Shumë e vërtet, shumë e bukur. Gjithashtu do të dëshiroja pak të flasë edhe me Eugenin për këtë përvojë që ka pasur në Rom. Kjo gara në Rom ishte një eksperiencë shumë e mirë për ne dhe gjithashtu për mua. Ishte një sukses i madh për Digital Schoolin dhe për mua, pasi erdha nga Roma me 2 medalje shtesë. Dhe gjithashtu ishte një hap i madh në karrierën time si programer dhe deja t'i falenderoj profesor Verimet dhe gjithashtu arsiqtarët të mi në Dibër, Adisën dhe kushtrimin që më kanë ndihmuar gjatë këtij rrugtimi. Gjithashtu dhe 2 prindërit të mi. Po. Sa kohë ka marrë përgatitja, Eugen? Ne përgatitjen për këtë garë kemi nisur prej në tektor, domethënë rreth 6 muaj. Ne gjatë këtyre 6 muajve kemi ushtruar çudit me konsultim me profesorun nga Dibra dhe me profesor Verimin, gjithashtu me prindërit dhe me ekipin. Shoqërinë, me ekipin, me grupin, po, në rregull. Gjithashtu Yunus, si kalove në Rom? Si ishte një përjetim për ty? Përjetimi im në Rom ishte një përjetim shumë i bukur. Në Rom kishte shumë gjëra të bukura dhe unë u gëzova shumë kur u ktheta në Dibër me 3 medalje plus.
Ke pasur përkrahjen e familjes? Po, unë falenderoj shumë familjen tim, prindërit e mi dhe profesor Verimin. Gjithashtu falenderoj edhe arsimtar Fitimin që më kanë ndihmuar të marr pjesë në këtë garë dhe të arrij shumë sukses. Po. Yunus, çfarë mesazhi do kishe për nxënësit e tjerë të marrin pjesë në gara? Duhet marrin pjesë në gara? Unë mendoj se garat nuk janë vetëm për medalje, por edhe pjesëmarrja është një pjesë e madhe në gara. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Edhe nëse nuk marrin çmim, marrin pjesë, apo? Po. Mos u ngurojnë. Sigurisht një mesazh shumë i bukur. Eugeni, ti çfarë mesazhi do kishe për të rinjt nxënësit e tjerë, moshatarët e tu? I kështë edhe mesazh të marrin pjesë sa më shumë gara, sepse nëse marrin pjesë në gara nuk humbi asnjë gjë, por përfitoj shumë. Dhe është një eksperiencë, një mësim që e mbaj mend për gjithë jetën. Po, Erina, çfarë mesazhi, çfarë porosie do kishe për moshatarët e tu? Të garojnë sa më shumë edhe pjesëmarrja është një gjë shumë e rëndësishme dhe të mos dorëzohen ëndrat e tyre. Po, Erina, ka do kishe dashur ta falenderosh që të ka përkrahur deri më sot në këtë rrugtim? Fillimisht familjen time, dy prindrit edhe motrat sigurisht, gjithë Digital Schoolin, profin Verim, të gjithë ekipin që kemi ardhur bashkë. Shumë e bukur, po. Profesor, cili ishte mesazhi dhe porosia juaj për të gjithë shoqërinë tonë për të parë sukseset e këtyre nxënësve që janë produkti i shkollës digjitale, por edhe i mundit dhe përkushtimit të tyre dhe përkrahjes familjare që kanë pasur? Po, do thotë tani këto nxënësit këtu janë pak modeste dhe tregojnë se vetëm edhe pjesëmarrja është diçka, të shkosh në një kompeticion, ato më njohin shumë mirë, prej kur kemi nisur ju kam thënë se ne nuk shkojmë për të marrur pjesë, po shkojmë për të fituar çmime, edhe qëllimin e kemi arritur, të gjithë ato e dinë se sa presion ju kam bërë une, se sa duhet pregaditën, çfarë duhet të bëjnë, të gjejnë mënyrën, të rrisin shpejtësinë edhe kështu me radhë, sepse gara nuk është që ti të zgjedhësh vetëm detyrat, por llogaritet shpejtësia, koha e zgjidhjes, mënyra si e ke zgjedhur detyrën, gjithçka kalkulohet në rezultatin final. Edhe ne kemi arritur të mbledhim të gjitha këto edhe të krijojmë një zgjidhje që na ka sjell këto rezultate. Kështu që asnjëherë nuk do kisha thënë që të shkojmë dikund vetëm të marrim pjesë, sepse ajo është më shumë shëtitje se sa garë, kështu që këto e din shumë mirë, se unë nuk dakordohem me atë. Kështu që gjithë i motivoj kur shkoni në garë, gara është garë edhe ti duhet pretendosh që të arrish rezultatin më të lartë. Tani sa i përket mesazhit, do thotë do kisha përcjell deri tek prindërit, te bizneset, te mediumet, te portalet edhe kështu me radhë, që t'i përkrajnë këto të rinj, të shkëlqejnë në skenën ndërkombëtare dhe të tregojnë se edhe ne kemi fëmijë të mençur, gjithashtu shkollat t'i promovojnë nxënësit edhe kështu me radhë, sepse çdo sukses i një nxënësi është suksesi të gjithë neve, edhe duhet ta marrim atë si personale, pavarësisht se ai ka arritur Digital School ose ka arritur një shkollë tjetër, ne duhet të jemi krenar me çdo sukses të nxënësve tonë. Kështu që do doja t'i falenderoj sepse kjo shkuarje në Rom nuk është arritur vetëm me pregaditje dhe kështu me radhë, është ai pjesa financiare ku na kanë ndihmuar edhe disa biznese private, ne i kemi postuar ato në rrjetet tona sociale, janë komuna e Tetovës, komuna e Zhelinës, që krijojmë një traditë që t'i përkrajmë to talente që shkëlqejnë në botë. Të ngrejsh flamurin ton në Rom 21 herë, para gjithë asaj audience nga e gjithë bota edhe të çuditet, e gjithë bota se kush janë këto nxënës edhe organizatorët të pyesin, ka pat rastin që organizatori kryesor që është një academic advisor i ka pyetur nxënësit who are you guys? Që jeni duke i rrëmbyer të gjithë medaljet, po është gjëja më e mirë që mund të ndodhe. Kështu që përkrahni fëmijët, motivoni, gjeni talentin e tyre, zbuloni ku mund të arrijnë edhe gjithçka që arrihet, kërkon punë edhe vullnet edhe pregaditje. Sigurisht. Profesor, faleminderit shumë që na nderuat dhe njëherë ju përgëzoj për punën tuaj dhe për kushtimin që keni për të edukuar njëkohësisht për të nxjerrë breza të ri kaq të suksesshëm dhe sigurisht ju mirpresim me suksese të tjera sërish në emisionin tonë. Faleminderit për ftesën edhe për nderin. Është kënaqësi të jemi gjithmonë në studion e TVK-s, sepse gjithmonë na përkrah, e nisëm rrugëtimin nga ju edhe përfundojmë me suksesin që kemi arritur në Rom. Faleminderit shumë. Shumë madhe të dëgjojmë këto suksese. Irina, faleminderit djem që ishi pjesë e emisionit tonë. Të nderuar shikues, pra ishte kjo pjesa me personalitetet e ftuar në studio, ku sigurisht sukseset e të rinjëve tanë janë suksesi i shoqërisë tonë, prandaj është detyra jona dhe misioni ynë që ato t'i promovojmë. Ne do të shihemi vetëm pas pak.